hoteli ku askush nuk arriti të kalonte natën. Në zemër të një pylli të dendur ndodhej një hotel i vjetër, i ndërtuar mbi një kodër. Dikur ishte plot me turistë, por një seri ngjarjesh të pashpjegueshme e kthyen në një vend që të gjithë e shmangnin. Banorët e zonës thoshin se çdo person që flinte në dhomën 217 zgjohej në mesnatë nga një trokitje e lehtë në derë. Kur hapte derën nuk gjente askën. Një gazetar i ri vendosi të zbulonte të vërtetën. Ai rezervoi pikërisht dhomën 217 dhe vendosi kamera në çdo cep. Ora shënoi 12:00. Trokitja erdhi. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Ai hapi derën. Korridori ishte bosh. Kur u kthye në dhomë, valixha e tij ishte hapur dhe të gjitha rrobat ishin shpërndarë në 2 sheme. Ai kontrolloi kamerat. Në video dukej qartë se askush nuk kishte hyrë. Megjithatë, rrobat lëviznin vetë, sikur dikush i padukshëm po i hidhte një nga një. Gazetari filloi të dëgjonte një zë të ulët që përsëriste të njëjtën fjali, mos shiko pas. Ai u përpoq ta injoronte. Por kur pa pasqyrën, vuri re se pas tij qëndronte një siluetë e errët. U kthye menjëherë. Dhoma ishte bosh. Kur pa përsëri pasqyrën, silueta ishte zhdukur. Ai vendosi të largohej. Teksa zbriste shkallët, recepcionisti e pyeti, "Edhe ti e pe?" Gazetari u habi. "Çfarë?" "Njeriun që nuk duhet të jetë aty." Recepcionisti tregoi se vite më parë një mysafir ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Që nga ajo natë, shumë njerëz raportuan të njëjtën figurë në pasqyrë. Policia nuk gjeti kurrë prova. Hoteli u mbyll. Edhe sot ndërtesa qëndron e braktisur. Disa eksplorues pretendojnë se gjatë natës dëgjojnë trokitje në dyer, edhe pse brenda nuk ndodhet askush. Disa besojnë se është thjesht një legjendë. Të tjerë thonë se kamerat nuk gënjejnë. Po ti, do të guxoje të kaloje një natë në dhomën 217? Ndoshta do të zgjoheshe në mëngjes. Ose ndoshta do të bëheshe pjesë e misterit të radhës.